përveç astmës, ka problematika tjera shëndetësore që mund të shkaktoj mos trajtimi i alergjive? Ka dhe sigurisht ka alergji të cilat japin dhe reaksionet forta kërcënuese për jetën, siç është reaksioni anafilaktik apo anafilaksia, që mund të vijë së pari nga medikamentet apo së pari nga pickimet e insekteve, siç janë bletat e gërza, dhe këto mund të kenë aq kërcënuese sa që mund të bëhen aksidente, mund të marrin dhe jetën, apo alergji apo nga shumë shkaktarë të tjera apo nga medikamentet, të cilat janë shumë problematike në qoftë se nuk diagnostikohen dhe nuk informohet vetë personi se çfarë është anafilaksia, për shok anafilaktik, çfarë rrezikshmërie mund na japi për jetën dhe çfarë duhet bëjmë ne për ta parandaluar këtë gjë. As që mos të kemi mjekimin e duhur kudo që të jemi, ta aplikojmë atë dim për ta aplikuar, dim kohën kur duhet ta aplikojmë dhe nuk kemi pse të kemi ankth apo të friksohemi në qoftë se ne jemi të pajisur me këto njohuri dhe me këto dhe jemi të pajisur dhe me mjekimin gjithkohën ta kemi me vete, pra kjo është problematika më e madhe. Pra astma bronkiale dhe reaksionet alergjike që mund vinë nga shumë substanca që japin anafilaksia, por shok anafilaktik që kërcënon jetën. Keni patur raste të tilla? Duke qenë se ju çdo ditë kam pasur raste që vinë me reaksione zëm nga sidomos kohën e pranverës nga bletët apo në vjeshtës nga gërërzat, që janë problematike. Sigurisht nuk kanë qenë paraqitja e parë e tyre në urgjencë. Thjesht ato kanë ardhur mbasi kanë pësuar këtë lloj eksperience, edhe duke e treguar sigurisht që është pak e ndjeshme dhe kam pasur një rast të një fëmie alergji ushqimore nga beza apo nga mishi i pulës në një restorant fast food shumë afër poliklinikës, i cili më ka ardhur me një gjendje duke pasur vështirësinë frymarrje, me pengesë të frymarrje, me të folur me rrokje, i folur shumë i ndërprer, me fjalë të ndërprera dhe fjalia e ndërprer, po fjalët ishin të rrokzuara. Një fëmijë 7 apo 8 vjeç, i cili e dinte tashmë që kishte alergji dhe nga minuta në minutë shenjat shtoheshin, përveç se kishte të folur që tregonte se çfarë kishte dhe çfarë kishte ndodhur, çfarë kishte qenë duke ngrënë, që ishte me një ditëlindje me shokët, fillonte edhe kishte të kruara në fytyrë, skuqje në fytyrë, element urtikarial edhe vështirësinë frymarrje. Në gjitha këto raste që janë shenja të një anafilaksie apo shoku anafilaktik që kap sistemin e frymarrjes, pra me bllokime, marrje fryme dhe sistemin e zemrës, sistemin e qarkullimit të gjakut, me ulje tensionin, qoftë një individ në moshë të vogël apo moshë madhore, sigurisht është më e rrezikshme. Në të gjitha këto raste, mjekët alergolog apo dhe çdo mjek tjetër duhet të jetë i përgatitur që të përdori adrenalinën. Pra, adrenalina është i vetmi medikament që përdoret në këto raste, e cila na largon nga rreziku për humbjen e jetës. Pra, ne nuk kemi frikë mos se na kërcënohet jeta, nëse kemi adrenalinën afër dhe nëse aplikojmë adrenalinën sa më shpejt të mundur.